thelbi është që çfarë ofron Sali Berisha janë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. E para që është për Partinë Demokratike, që ishte i vetmi që mund të krijonte dhe mund të mblidhte këtë shumësi njerëzish, pavarësisht qëndrimeve që kanë mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe dhe t'i bënte të gjithë bashkë, dhe kjo është e vërtetë. Dhe e dyta, çfarë premton Sali Berisha si kryeministër, siç e gjykoj unë të paktën, premton një garanci jo vetëm si njëri që e njeh shumë mirë qeverisjen, sepse në pikën ku ka arritur sot Shqipëria, nuk e kemi luksin të eksperimentojmë me njerëz që nuk e njohin qeverisjen. Se çdo thot të qeverisësh, që nuk kanë përvojë dhe asgjë prej një minutë. Dhe ka një element tjetër që jemi që ta pasurosh pyetjen. Në pikën që ne do të kemi presione, do të vazhdojmë presione dhe nga oligarkët, dhe nga krimi organizuar. Kundërshtari juaj përmend 97-ën vrasit, fal një minutë. Kundërshtari juaj, Edi Rama ju përmend, ja të lutem, që s'ka lidhje me ty fare, me ty personalisht dhe me shumë të tjera ty, këto gjë që përmend Edi Rama ka lidhje me Sali Berishën, përmend 97-ën vrasit e 21 janarit, shpërtimin e Gërdecit, e ke vënë re. Pra ai përmend këto gjëra dhe këtu gjithmonë këtu. Përmend to se nuk di të përmend gjë tjetër, s'ka çfarë të përmend. Të përmend që ka ikur më shumë se 1 milion shqiptar. Kujt ja përmendi këtë? Të përmend që njerëzit sot u shkëlqejnë syt kur u thua do t'jap 200 euro minimumi jetik. Shqiptarët nuk i kemi përzen unë dhe ti. Ylli, shumica e njerëzve që kam takuar më beson. I ka përzen Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Kur u thua që do marrësh 200 euro minimumi jetik, ky është niveli i mjerimit ku ka arritur Shqipëria sot, dhe po flasim për Tiranën. Nuk po flasim për qytete të tjera, as për fshatra të humbur. Në Tiranë, sot isha në tregun e në Laprak, në një nga tregjet atje. Dhe këtë, do me thënë, ua komunikoja njerëz dhe i pyesja, çfarë mendoni? Dhe më pyesin shumica që ishin atje në treg, më thoshin, a është e vërtet që do jepni ju 200 euro në muaj? U duke shpëtim për të mbajtur veten me bukë. Ky është niveli sot në Shqipëri. Dhe nuk do t'ja di fare asnjëri për ato reklamat vjetra që jep Edi Rama, që ka kaq vite që vetëm ato transmeton, dhe as mban përgjegjësi për ato që ka bërë ai në 12 vite qeverisje. Sot kështu është situata në Shqipëri. Me këtë flas, me bizneset që po falimentojnë, investimet, cilat janë investimet e huaja që kanë ardhur në Shqipëri? Zero. Dhe ata që patën ardhur kanë ikur. Sa bankat janë mbyllur, sa spitalet janë mbyllur. Banka këtu e. Sa bizneset të tjera. Do ta themja dy gjëra? Dhe niveli tash, ajo që sot Edi Rama nuk ka çfarë të thotë shqiptarëve, është të flasit të ardhmes së tyre. Ai flet vetëm me të shkuarën dhe vetëm me depresion. Por ky popull dhe këta njerëz e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Nuk ka ku të shkojnë më keq sa kaq dhe nuk do të pranojnë shkojnë më keq se sa kaq. Denis. Dhe me 12 maj do të shikosh që do të kesh një rezultat spektakolar. Edi Rama e di këtë, dhe prandaj përpiqet bëj çdo gjë që vetëm për programin e Partisë Demokratike të mos flitet. Përpiqet çdo gjë. Këtu do të jemi. Unë ndesh në rrugë. Tani njeriu e shikon nga ata që takon, çfarë i thon? Unë që po të flas ty ti nuk kandidon, unë kandidoj. Jo, po mua më flasin më hapur. Se ty të gjithë që kalojnë aty të thonë po. Jo, nuk thonë gjithë po, nuk është ashtu. Mua më flasin fare hapur, ne po të them, edhe këta kalojnë në rrugë. Kërkojnë zgjidhje, Ylli. Ja me një javë është ajo. Përsëri, po të marrë një tjetër shembull, në Laprak, ka më shumë se 90% të banesave atje, të shtëpive, janë pa legalizuara, por nuk janë vetëm djathtë, janë dhe të majtë. U ka ardhur majtë hundë se duan siguri për shtëpinë e tyre. Sepse këta të vinë edhe të shemin shpinë dhe nuk t'japin asnjë letër në dorë, dhe s'ke ku ta zgjidhësh. Dhe gjithë investimi i jetës, sa ata i kanë bërë shtëpitë, nuk i kanë bërë me lekët e krimit dhe drogës. I kanë bërë me investimin e gjithë jetës vetë. Jetojnë në kushte të vështira, ama kanë arritur të ndërtojnë një stre. Dhe as atë nuk e kanë sigurt. Për çfarë të flasin me Edi Rama me këta? Për shëndetësinë. E di se sa njerëz më shkruajnë. Disni për shëndetësinë, spitalet, ku do shkojmë, nuk u dalin parat, pagat, pensionet, për arsimin, për punën që nuk shpërblehet më. Zakonisht duhet dali para njerëzve
me një tezë kryesore, që Rama po thot është integrimi edhe mbyllja e procesit të antarësimit Bashkimin Evropian. Pra kjo është teza bazike. Unë mendoj që opozita po humbet duke u shpërndar në disa kanale dhe disa çështje. Pra, sipas meje, nuk po përqendrohet tek një vend, fjala vjen. Sot paraja zez kontrollon gjithçka. Shtetin, policin... Shkurtirën dhe këta në parat zez. Ekonomia. Kemi në tezën shumë qartë. Ekonomia. Parat zez janë dy palë. Çështja është që... Ekonomia. Nuk është çështja se sa fusha keni një program, se gjithë... Unë e kuptoj që keni një program përgjithshëm. Problemi është që po them diçka tjetër. Kapet një pik kyçe, ajo ndërkohet filozofia... Ekonomia është pika kyçe, ekonomia familjare. Për ekonominë e ka ky pyetje për ekonominë. Ndërkohë, po të them, po të ishit marrë vetëm me ndërtimin, që është një fluckë e madhe, ku futen gjithë parat e pista, po që ju vetë, jo ti personalisht. Sa njerëz ju keni njerëz vetë implikuar në interesa ndërtimit me oligarkët. Sa njerëz i blen këto apartamentet në këto kullat. Po pra nuk i blen njëri. Po je jashtë realitetit. Ju mbani këto tezat që janë krejt pa lidhje me atë çfarë duan njerëzit. Më beso këtë. O Denisa, kështu mendon pra tani. Ose kështu ka vendosur të mendoj. Ka marrë vendim të mendoj kështu. Punonte në shtet dhe tha, kam 3 fëmijë dhe nuk e besoja dot kur që do vija në Shqipëri. Dhe në vitin 2025 nuk më del për të ngrëmë për fëmijët e mi. Perfekt. Tani unë e di që është realiteti. As nuk do t'ja di ajo fare për kullat. Kam dhe një zonjë unë të pallati. Problemi është çfarë ju sjell në pushtet. Kjo programi, si do t'i rritet rroga, si do t'i rritet pensioni, si do i ulet taksa, si do ulet çmimi i energjisë, si ujiti karburanti. Pa dashje keni krijuar kooperativën e votës. Jo ju personalisht. Jo, nuk është kooperativë vote. Gjithë si politik keni krijuar kooperativën e votës. Çfarë është kooperativa e votës? Që dini derë duke lyp vota. Ndërkohë që parlamenti... Një sekundë, se tha një gjë të rëndësishme zoti Shehu, unë s'kam nevojë, tha që dalë se vjedhe turp, tha të t'i bi derës. Tani, në parlament... Mua nuk më vjen turp t'i bi derës, fare. Se s'po e mbaroj do të fjalin, po nuk po mbaroj do të fjalin, ata mbaroj fjalin, unë vetëm dëgjova. Dëgjova dhe gjëra që... Po i përmbysë, nuk janë ashtu. Po më falë, po flasë për diçka që ka thënë zoti Shehu, s'po përmbysë asgjë. Unë mendoj që në parlament duhet shkojnë ca njerëz që kanë meritokracin, standardin, nivelin dhe pjekurin politike që të shkojnë në parlament. Unë nuk dua që të shkojnë në parlament, sa njerëz që dalin dhe lypin vota. Nuk dua që të shkojnë në parlament, sa njerëz që i bin derës dhe gruaja. Një sekundë, se shërëndësishme. Kjo është jashtë listës, ata janë brenda listës e ke parti. Kjo se ne kemi degeneruar parlamenti ke zeqineja, kupton ti tani apo jo? Ke zeqineja që del dhe mbledh vota, të katundarve atje në Fjerë, po si zeqineja ka dhe këtu në Tiranë, e kupton? Dhe ky zotëria që ka 35 vjetë, ka maturin, pjekurin, ka dhe i debat politik, pra duhet kishim i debat tjetër politik në parlament dhe ca njërës tjerë mërë zotëri, se kjo tani është kooperativ vote. O Denis, nuk nga pyet njeri ne për këtë punë, ne po pyesim këta tani. O ta themi praktikisht. Po mos e thuaj këtë se nuk të pyet njeri ty, kush do shkojnë në parlament. Tani, ky zotëria sot, ky zotëria, ky amerikani... I pyetesh për një votë, do shkosh... Se rëndësishme, ky amerikani i mori sot me videokoll dhe i tha, dilni tha dhe takoni njerëz, dhe këta rinin sikur nuk e dinin këtë gjën, pra sikur i tha një gjë nga kozmosi ai. Pra gjithë partia demokratike që kanë 30 vjetë që bëjnë fushata, dëgjonin njërin që nuk e disa miliona do marje i burri nga Amerika, që i thoshte dilni dhe takoni njerëz. Pra, ju ka thënë një gjë të zgjuar i përveç kësaj? Ndërkohë kjo është pyetje direkt për ju. Pra, juve, kaq keni mësuar nga ky zotëria që dilni takoni njerëz, se këtë po e bën veti ndërkohë. S'ke nevojë të ta mësoj ky amerikani apo jo? Tani, programi ynë është i qartë, është kuptuar nga njerëzit, ne komunikojmë drejt për drejt, ti quaje kooperativ si duash, nuk ka asnjë lloj. Jo, s'ka lidhje me ju, ka lidhje me tërsin kjo. Kooperativa është për PS-n, për gjithë. Jo, nuk është kooperativa. Kooperativ, lidhni vota, është i njerëzit kërkojnë që ne të flasim për atë që ata i shqetëson më shumë. Dhe ajo që i shqetëson më shumë është kjo. E para është ekonomia familjare. Nuk ja dalin dot për të mbajtur veten me bukë. S'mu përgjigje për pyetje. E tham këtë. E para, e dyta, kanë pasiguri për çdo gjë. Pasiguri për jetën, pasiguri për pronën. Pasiguri nëse smuren ku do të gjenë zgjidhje, pasiguri për arsimin. Pasiguri se dia që marrin fëmijët e tyre në shkollë nuk shpërblehet më, përkundazi. Keni kriju inflacion. Modelet janë përmbysur. Ai që ka dije që është i aftë, mbetet një njeri që nuk ja del dot,
ndërsa ai që nuk ka asgjë, ai shpërblet dhe bëhet i pari fundit. Këto janë shqetësimet e njerëzve. Dakor. Këto dëgjoj, këtyre i përgjigjem. Në rregull, dakor. Po, dhe programi ynë këto ka që i ka si shtylla kryesore. Strategjinë, a ju ka thënë gjë apo jo? Ai burit që ka ardhur, Krisla Civita, që është një personalitet, edhe nuk ka nevojë që ta, por ju ka thënë që profilin. Jo, mos ja ul fare profilin, po ju ka thënë gjë të dëgjuar apo jo? Ai ka ndërtuar një strategji e cila ka qenë efikase. Strategjia e tij na ka sjellë në pikën, siç e thash, që në fillim të fushatës dhe për 3 javë fushata jon është një fushat që është kuptuar nga njerëzit, është mirëpritur nga njerëzit. Për shkakun e tij apo jo? Është ai ka qenë pjesë drejtuese e kësaj fushate. Tani në qoftë se do ta banalizosh, banalizoje. Dakor. Du të kuptoj çfarë është rëndësia. Po ta them pra, rëndësia është kjo. Rëndësia është kjo. Partia Demokratike në këtë fushat ka folur drejt për drejt aty ku është interesi i njerëzve, i cili fatkeqësisht gjithmonë më pak del në mediat shqiptare. Flitet për shumë e shumë gjëra përveç se aty ku është interesi i njerëzve. Dhe tash, ti ndoshta nuk e beson dhe të duket e egzageruar, por në Tiranë, po flasim kryeqytetin e Shqipërisë, në të njëjtin vend ku janë këto kullat e bukura dhe fantastike, niveli i njerimit është i papërshkrueshëm dhe është masiv. Është masiv, është në zemër të Tiranës. Imagjinoni se ç'bëhet në periferi apo në qytete të tjera apo në fshatra. Dhe ky është realiteti. Ti realitetin e duhet t'i japim një zgjidhje urgjente, duke bërë sakrifica, duke bërë çdo lloj skeme të mundshme që i përgjigjet përmbysjes së kësaj situate. Partia Demokratike do ta bëjë këtë përmbysje dhe në fund të ditës njerëzit do t'jenë ata që do ta vlerësojnë, por ajo që do ta them përsëri është që njerëzit e kanë kuptuar programin ton, do ta votojnë programin ton dhe në Shqipëri ju do të shikoni një rezultat spektakolar me 12 maj. Dhe qoftë se kjo s'ndodh, i kujti është problemi? Kjo do të ndodh. Po përveç se, një mundësi, do të nuk ka asgjë absolute, 1%, edhe mjekësia... Ka vetëm një mënyrë se si kjo të mos ndodh. Nëse Edi Rama i shkatron zgjedhjet ditën e zgjedhjeve. Ditën e zgjedhjeve. Nëse ai guxon ta bëj këtë gjë, kjo mund mos ndodh. Përndryshe, Shqipëria me 12 maj nuk do ta ketë më Edi Ramën kryeministër.